kur ke për të ardhur ti, gjykatës tepër i drejtë, që ta bësh të drejtin gjyq, mbi fron lavdi do t'jesh ulur, lume zjarr që do shtang çdo kënd, para podiume do të rrjedh, teksa do t'jenë të pranishëm bri forcat angjëllore dhe njerëzit që do gjykohen plot me tmerr. Kushdo, për çdo gjë që ka bërë keq, lypi me besim atëherë, si i dhemshur, na kurse, na dënjësoj që të marrin pjesë Zoti Krisht me sa shpëtojnë. Libra do hapen krejt, veprimtarit njerëzore do zbulohen para pra, fort të padurueshmit podium, ndërsa ulurima plot me tmerr do lëshojnë frikshëm gjithë lugina e vajtimit, duke parë çdo fajtor me vendimin tënd mjaft të drejtë Zot, të çohet në dënim, në ndërshkim të përjetshëm, sado do qaj kot, shumë përdollyes, i vetëm dhe i dhemshur, o i mirë, ndaj të vi keq, lutemi, dhe për ne që të himnojmë. Do kumboj fort borit, do zbrazen varret, natyra njerëzore totalisht do të ngjallet duke u trembur, por hare nga zëllim do të kenë sa vepruan sakt, duke pritur që të marrin rrogë, ndërsa shkelësit do të ulurin me frikë, se do të ndahen nga të zgjedhurit dhe në ferr do qohen. Na mëshiro, Zoti i lavdis, si je i mirë dhe na dënjëso të marrim pjesë në qiell, ne me ata që të deshëm. Qaj vajtoj ndërsa mendoj drejt të përjetshmin zjarr, terrin, pra të jashtmin, ferrin tokë, si dhe kërcëllimin e dhëmbëve me tmerr, krimbin e frikshëm mjaft, dhimbjen pa ndërprerje në të ardhmen, që do kenë mëkatarët që pa fund bën faje dhe me mendim dinak të inatosën ty që je mbi mirë. Unë i miri jam midis tyre, madje i pari, por, o gjykatës, më shpëto me përdollimin tënd, se ti je krejt i dhemshur shpëtimtar. Oh, çfarë frike atëherë kur do të vendosen fronet dhe do të hapen librat dhe Perëndia do të ulet për gjykim, kur do të jenë të pranishëm me tmerr engjëj dhe do të rrjedh lumë zjarri. Ç'do të bëjmë atëherë ne njerëzit që mbajmë përgjegjësi për shumë mëkate? Kur do të dëgjojmë që ai do të therras të bekuarit e Atit në mbretëri, ndërsa do të dëboj mëkatarët në ferr? Kush do të adhuroj atë vendim të frikshëm? Por, o i vetmi njeri dashës, shpëtimtar, mbreti i jetëve, para se të vi fundi, më shirom, duke më kthyer me anën e pendimit. Duke i ditur porositë e Zotit, le të jetojmë kështu, le të ushqejmë të uriturit, le të japim ujë të eturve, le të veshim të zhveshurit, le të mirëpresim të huajt, le të vizitojmë të sëmurët dhe të burgosurit, që të na thotë edhe neve, ai që ka për të gjykuar të tërë dheun, ejani të bekuarit e Atit tim, trashëgojeni mbretërinë që përgatit për ju. Në strehën tënde, o zonjë, pasi përikim, të gjithë ne të dhe lindurit të thërrasim, o Perëndilindse, shpresa jon, çlirona nga shkelit e panumërta dhe shpëtoj shpirtat tanë. Mirë o shpirti i zi, deri kur nuk do të heqësh dorën nga të këqijat, deri kur do të dërgjesh në demelizëm. Pse nuk sjell në mend orën e frikshme të vdekjes? Pse nuk trembesh i tërë nga tribuna e frikshme e shpëtimtarit? Vallë, çfarë do të kesh si mbrojtje, a çfarë do të përgjigjesh? Veprat e tua janë të pranishme për kritikën tënde. Veprat e tua të kontrollojnë duke të qortuar. Ndaj o shpirt, koha erdhi, vrapo, arri, thirr besërisht. Më katova o Zot, më katova kundër teje. Por unë e njoh, o njeri dashës, dhe mshurinë tënde. O bari i mirë, mos më veço nga qëndrimi në të djathën tënde, për shkak të përdollimit tënd të madh.